Bismillah. Hamd Allahut, salavat e selame pejgamberit të Allahut. Telbia dhe kushti në ihram. Pas veshjes së ihramit, besimtari hyn në ihram me nijet dhe e fillon udhtimin e tij me telbie. Tani dëgjoni me vëmendje telbien. Telbia është لبيك اللهم عمرة لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Që do thot, tu përgjigja o Allah me umre. Tu përgjigja. Tu përgjigja, ti nuk ke ortak. Tu përgjigja, me të vërtet, hamdi, lavdia, mirësia dhe pushteti janë për ty dhe ti nuk ke ortak. Burrat e thon me zot lart, kurse grat me zot të ullt. Të nderuar umreqi, por nëse njeriu ka frikë se mund të mos e përfundoj umren për shkak të smundjes, ndonjë pengesë tjetër, atëherë është sunnet të vendos kusht në niyetin e tij, duke thonë in habeseni habesun fe mahalli haythu habeseni. Që do thotë, nëse më pengon diçka, atëherë dal nga ihrami aty ku më pengoi ajo. Të nderuar umreqi, kështu besimtari hyn në ihram me qetësi dhe shumë siguri. Me telbie, lebejka, a i përgjigjet thirrjes së Allahut. Ti i përgjigjes me telbie thirrjes së Allahut dhe me kushtin e lejuar, ka lehtësi, nëse ndodh ndonjë pengesë, ti lirohesh. Allahu ta lehtësoft umren. Ky është hapi i parë i udhtimit shpirtënor drejt Ka'bës. Lebejk Allahumma lebejk, lebejk la sharika laka lebejk, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Umre pranum. Wassalamu alaikum.